lëvizja drejtvizore me nxitim konstant. Kemi sqaruar se lëvizjet mund të jenë drejtvizore dhe lëvizje të lakuara. Lëvizje drejtvizore janë ato lëvizje të cilat pika materiale gjatë zhvendosjes përshkruan një vijë të drejtë e cila vijë quhet trajektore. Dhe lëvizjet do të jenë të lakuara nëse trajektoria është një vijë e lakuar. Por lëvizjet mund të jenë të ndryshueshme dhe lëvizje të njëtrajtshme. Lëvizje të njëtrajtshme janë ato lëvizje kur shpejtësia është e pandryshueshme apo konstante. Dhe lëvizjet do të jenë të ndryshueshme atëherë kur shpejtësia nuk është konstante apo shpejtësia e tyre ndryshon gjatë lëvizjes së trupit. Në rastin tonë do të flasim për lëvizjen drejtvizore kur nxitimi është konstant. Pra, trupi do të përshkruajë një vijë të drejtë gjatë lëvizjes, por nxitimi me atë rast do të jetë i pandryshueshëm, pra do të jetë konstant. Ndërkaq, ky rast do të shqyrtohet përmes një shembulli tipik, të cilin e kemi paraqit në këtë figurë, ku do të supozojmë se trupi lëviz në drejtim të boshtit OX dhe trupi gjendet në pikën O, me që rast shpejtësia e tij fillestare do të shkruhet me V0. Dhe në atë rast themi se trupi do të ketë një kohë të matshme të 0, e cila do të jetë e barabartë me 0. Ndërkaq, pas një kohe të caktuar, trupi do të ketë shpejtësinë V, i cili supozojmë se do të ndodhet në këtë pozitën të cilën e kemi përshkruar si të përhemtë. Dhe nxitimi sipas përkufizimit të këtij shembulli mund të shkruhet A e barabartë me V shpejtësia e tij minus shpejtësia fillestare që kishte, dhe hyrë kohën të minus kohën e fillimit të 0. Me qenë se thëmë të 0 është e barabartë me 0, atëhere kjo formulë mund të shkruhet edhe si V minus V0 hyrë për T, me qenë se të 0 është e barabartë me 0. Në qoftë se dëshirojmë të gjejmë shpejtësinë me të cilën lëviz trupi, atëherë nga formula A barabartë me V minus V0 hyrë për T, në nevojë të gjejmë shpejtësinë, do të largojmë kohën, dy të barazimit do të shumëzojmë me T. Në këtë rast kemi A herë T barabartë me V minus V0 hyrë për T herë T, me qenë se në të të barazimit tam shumëzojmë me T, T me T thjeshtohet, për nga themi rrjedh, V minus V0 do të jetë e barabartë me A herë T. Tani na pengon shpejtësia fillestare, këtu është minus V0, ne do të shkruajmë plus V0, prandaj kemi V minus V0 plus V0 barabartë me V0 plus A herë T. Minus V0 me plus V0 e shtojmë, për nga rrjedh se vetëm V-ja ka mbet, V barabartë me V0 plus A herë T. Kur të vërtetohet kjo formulë, njësia ndërkombëtare do të dalë e shpejtësisë metër për sekond. Dhe sigurisht se do ta vërtetojmë, prandaj shkruajmë edhe një herë formulën V barabartë me V0 plus A herë T, barazimin do ta vendosëm në klapa. Njësia e shpejtësisë fillestare është metër për sekond, si e çdo shpejtësi tjetër, plus njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër hyrë për sekond katror, herë koha T ka njësinë sekond, sekundi me katror thjeshtohet, ka mbet metër për sekond plus metër për sekond, që është metër për sekond. Dhe njësia e shpejtësisë është metër për sekond, çka do të thotë se formula të cilën e shkruan V barabartë me V0 plus A herë T është vërtetuar se është mirë. Përmes këtij relacioni është përkufizuar shpejtësia e momentit apo shpejtësia qastit të lëvizjet njëtrajtësisht
të ndryshueshme. Mund të vrejmë që përmes këtij relacioni përcaktohet shpejtësia si te lëvizjet njëtrajtësisht të nxituara, që rritet nxitimi apo nxitimi pozitiv, ashtu edhe tek ato njëtrajtësisht të ngadalësuara apo që thamë është nxitimi negativ. Do të vazhdojmë me pjesën e dytë të lëvizjes drejtvizore me nxitim konstant, ku morëm një shembull të lëvizjes së trupit ku nxitimi është konstant dhe thamë se trupi supozojmë se do të lëviz përgjatë boshtit OX, ku në fillim të kohës 0 shpejtësia është fillestare dhe 0 dhe pas një kohë të caktuar të shpejtësia është V. Dhe në fund arritëm të vim deri te formula e shpejtësisë V barabart me V0 plus A herë T, ku thamë se kjo formulë përcakton shpejtësinë të lëvizjet njëtrajtësisht të nxituara, por edhe shpejtësinë të lëvizjet njëtrajtësisht të ngadalësuara. Ne kemi mësuar më herët se rruga të cilën e kalon trupi paraqet prodhimin në mes të shpejtësisë mesatare të lëvizjes së trupit dhe kohës të. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri dhe në këtë formulë duhet të del njësia metër, njësia ndërkombëtare e shpejtësisë metër për sekond, herë njësia ndërkombëtare e kohës së sekond, sekonda me sekondën thjeshtohet dhe mbetet njësia metër. Le të jetë kjo formula 2, të cilën do ta shkruajmë, nga se formula 1 po supozojmë se është kjo të cilën e përcaktuam për shpejtësinë. Si gjendet shpejtësia mesatare? Shpejtësia mesatare gjendet duke i mbledh shpejtësitë, në këtë rast shpejtësinë fillestare V0 plus V pjesëtu për D, për arsye se janë dy shpejtësi. Dhe kjo le të jetë formula e tretë. Në qoftë se formulën e parë V barabart me V0 plus A herë T e sjellim në formulën e tretë, pra do të shkruajmë kështu: formula e parë do të sillet në formulën e tretë, atëherë formula e tretë do të jetë shpejtësia mesatare barabart me V0 plus V fyë për D, dhe kjo shpejtësia e qastit do të zëvendësohet me formulën e parë, ashtu që kjo formulë do të shkruhet si V0 që ishte plus V-ja, shpejtësia ishte V0 plus A herë T. Prandaj do të shkruajmë V0 plus A herë T fyë për D. Tu kemi dy shpejtësi fillestare V0 plus V0, që mund të shkruajmë 2V0 plus A herë T fyë për D. Tani këtë mund të ndajmë si 2V0 fyë për D plus A herë T fyë për D. Këtu thjeshtojmë dyshin me dysh dhe mund të themi se shpejtësia mesatare është e barabartë me shpejtësinë fillestare V0 plus 1/2 A herë T apo A herë T të dytat. Tani le të jetë kjo formula e katërt, dhe në qoftë se formulën e katërt e bartëm në formulën e dytë, pra formulën e katërt, do ta dërgojmë te formula e dytë, ku thamë formula e dytë shkruajmë rruga është shpejtësia mesatare herë koha, do të shkruajmë në vend të shpejtësisë mesatare shkruajmë këtë shprehje V0 plus 1/2 A herë T. Kjo krejt është shpejtësia mesatare, e cila shprehje krejt duhet të shumëzohet me T, sepse pjesa e dytë është herë T. Dhe pasi të lirohemi prej klapave, do të shkruajmë V0 herë T, V0 herë T plus 1/2 A herë T herë T është T në katror. Kjo do të jetë formula e 5, e cila përcakton rrugën të lëvizjet drejtvizore kur nxitimi është konstant. Ndërkaq kjo formula e 5 do të vërtetohet se njësia e saj duhet të del metër, nga se është formula e rrugës. Pra formula S barabart V0 herë T plus 1/2 A herë T në katror, kur vërtetohet njësia saj do të jetë metër. Do të shkruajmë njësia ndërkombëtare shpejtësisë fillestare metër për sekond,
herë njësia ndërkombëtare kohës është sekonda që me një herë të shtojmë sekond në sekond, plus një e dyta nuk ka njësi, a nxitimi ka njësin metër për sekond në katror, herë njësia ndërkombëtare kohës është sekond, po koha në katror, atëherë edhe sekonda në katror, sekond katror me sekond katror të shtohet, metër plus metër është metër. Që vërtetuam se njësia ndërkombëtare në këtë formullë doli që është metër, sepse edhe njësia ndërkombëtare rrugës është metri. E formula është S = V0 herë T plus 1/2 A herë T në katror.